Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri hungarez Viktor Orban mbërritën në Stamboll në një marrëveshje që Turqia të garantojë vazhdimin e tranzicionit të gazit rus në Hungari. Orban tha se këtë vit Hungaria mori rreth 5.7 miliard metra kub gaz nga Turqia nëpërmjet tubacionit të gazit Turkish Stream. Kur shikoi botën që rrethon Hungarinë, shoh Turqinë që po lufton vërtet botën turke që po përpiqet vërtet, po ecën përpara dhe po bëhet më e fortë, tha Orban në një konferencë të përbashkët me presidentin e Turqisë Erdogan, i cili deklaroi se ai dhe Orban nënshkruan dokumente që do të forcojnë themelet e marrëdhënieve midis dy vendeve në fusha që variojnë nga aviacioni te siguria, nga teknologjia te kultura dhe arsimit. Dy udhëheqësit ranë dakord të krijojë një grup të përbashkët planifikimi. Kjo do të mundësojë që çështjet dypalçe dhe globale të zgjidhen në një mënyrë shumë institucionale. Duke pasur parasysh potencialin e fortë tregtar midis nesh, diskutuam për azhurnimin e qëllimit tonë për shkëmbim ekonomik në shumën prej $10 miliard, tha më tej presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan.